Jorida. Jorida është në atë pozicionin e vështirë ku di gjëra, i duhet të thot gjëra, por i duhet të kontrolloj dhe se çfarë thot. Shiko, për mua Egli do duhej të ishte kthyer, por në një fazë pak më të mëvonshme, pasi ta kishte marrë në mënyrë të plot veten. Ajo vërtet ka dalë nga Bigu në një situatë shumë ngarkuar, ka qenë e smur fizikisht dhe ka qenë e mbi ngarkuar emocionalisht. Që ky rikthimi si ndikon në situatën emocionale të saj? Egli ka karakter shumë të fortë dhe po flas tani ka dëshirën ta tregojë që di të vendos për veten dhe ka këmbgulur gjatë qëndrimit të saj dhe përpara se sa të hynte, që t'i rregullonte vetë termat e vetat referencës në lidhje me çfarë do donte të bënte. Sigurisht që ka pasur momente që Egli, sikurse pjesa më e madhe e banorëve, kanë qenë të mbi ngarkuar, kanë marrë gjithë shërbimin e nevojshëm. Keni parasysh shërbimi është psikologjik, por është edhe mjekësor atëherë kur nevojitet. Dhe ajo ka qenë atë periudhë të daljes ka qenë veç të tjerash me serume, me probleme gastrointestinale, të cilat domosdoshmërisht do ta ngarkonin dhe gjendjen e saj emocionale. Por nuk ka qenë në pikën e cila është diskutuar dhe mua më ka ardhur keq që e kam lexuar, se duhet të besoni, të paktën duhet ta mirë kuptoni këtë. Ka njerëz të cilët në interesin më të parë kanë që ata njerëz të jenë mirë sepse pas tyre janë vetë ata. Kështu që ne nuk mund të rrezikojmë në asnjë lloj mënyre që dikush të arrijë në pikën që të dëmtojë në një mënyrë ose në një tjetër veten apo të tjerët. Kështu që të tërë banorët kanë qenë në kontroll atëherë kur është gjykuar edhe nga vetë Egli dhe në bashkëpunim. Ne jemi takuar në çfarë do lloj ore, duhet ta dini, ti e di se si funksionon sepse ne jemi takuar edhe gjatë Big Brotherit kaluar kur ti ke qenë brenda. Por nuk dihet tamam procedura. Ajo që ndodh, që dua ta tregoj që të kuptohet, është që të tëra takimet bëhen në person, apo jo? Dëshmitare, po. Po, e vërtet. I dëshmojmë. Takimet bëhen në person dhe bëhen që në momentin kur bëhen intervistat fillestare për të parë përputhshmërinë me programin dhe për të parë se sa personi është në gjendje që ta mbajë atë vendin ku po shkon me gjithë ngarkesat e veta, që dihet që është një vend super i ngarkuar, që ka për të nxitur çfarë do lloj shqetësimi të brendshëm të kenë njerëzit banorët që do të hyjnë. Ata përgatiten shpirtërisht dhe emocionalisht në këtë proces interviste dhe mbi çfarë ka për të ndodhur brenda në parim. Dhe ajo gjë po nxirrni. Ja, me që e soll. Shikoni pak profilin tim se e keni aty. Kjo është video që është bërë virale dhe ku duhet qartë që je ti, ja Jorida. Shumë polemika ka ngjallur kjo video. Ka shumë polemika, ka shumë diskutime dhe çfarë po bëhet dhe çfarë po ndodh. Po e thoja më herët, kuptojeni, është në interesin ton të parë që të gjithë banorët jenë mirë. Ndaj, sa herë që ka ngarkesa, sa herë që unë e gjykoj si shikuese e thjesht, po dhe në bashkëpunim me produksionin, që dikush ka nevojë që të rishikohet apo që të bëhet një bisedë për të parë se ku jemi dhe për të parë mekanizmat motivues. Apo kur produksioni e gjykon të arsyeshme, pasi është 24 më tepër se sa dy streama. Përgjegjësia e madhe që Big Brother i merr shumë seriozisht. Dhe pastaj kur banorët vetë kërkojnë, ajo gjë që ndodh është unë jam atje dhe kam qenë atje dhe në 12 natës, edhe në 4, edhe në 2, edhe në mëngjes, në varësi të nevojave. Kështu që asnjëherë nuk ka qenë situata e tillë që dikush të jetë vërtet ngarkuar. Do doja në fakt të ndalja akoma tek Egli, se si pikërisht nga ana psikologjike ndikon ndalja dhe rikthimi në stabilitetin e saj emocional. Në gjykimin tim ajo është ende e brisht, por ajo, si gjithmonë, nëse keni parasysh rrugtimin e Eglit dhe përpara se sa të hynte në Big Brother, ajo ka qenë e zëshme për problemet e shëndetit mendor dhe ka dashur që ta marrë këtë kartë mbi vete. Dhe po hyn brenda, unë e kuptoj motivimin e saj, po hyn brenda edhe për të provuar që mund të dilet edhe kur je në gjendje vlage. Por Bigu në fakt është ndarë në dy pjesë. Po Ilnisa. Nuk e di sa mund të dilet Jorida duke jetuar në kush izolimi me një person që ajo hapur ka shprehur ndjenja dhe nuk e ka marrë këtë ndjenjë mbrapa, sepse pyetja është a do e mbaj dot Egli? Po, faktikisht do doja të pyesja Elisa pikërisht për këtë. Apo pas 3 ditësh do i rifutet në krevat dhe në prime do thotë un kam ngelur shazza me gjestin. Pra, jo, për të gjithave. Pra, sa do e mbaj Egli këtë? A se bën kjo në termat e lojës e bën gjithë gjën më interesante. Unë të garantoj që dhe vetë Egli nuk e di se çfarë ka për të bërë Egli. Egli ka bërë një plan, ka një ide, ka 2-3 strategji aty brenda. Planet është shumë e vështirë që funksionon. Plane dhe kupton që
Kështu që edhe egli vetë nuk e dia do t'ja dalë dot atyre. Sigurisht dhe ne që jemi të jashtëm në botën e eglit, nuk mund të japim asnjë lloj garancie të tillë. Por ama nëse do të jetë nevojshme, do të jemi aty për të dhënë gjithë mbështetjen e nevojshme.